Programi është Junior Achievement. Junior Achievement është program për edukimin ekonomik që ofrohet në mbar botën në rreth 150 vende nëse nuk gaboj. Ka kohë që zbatohet. E sollëm programin në Shqipëri dhe u munduam të kuptojmë si mund t'i edukojmë fëmijët për funksionimin e ekonomisë dhe rolin e tyre në të. Në shumicën e këtyre 150 vendeve mbase 10% ose 20 ose 30% e fëmijëve marrin pjesë në program, ndërsa ne, duke marrë parasysh atë pyetjen tuaj për ndikimin, menduam si t'ja ofrojmë programin çdo fëmijë shqiptar, jo vetëm atyre në Tiranë, apo atyre në gjendje të mirë ekonomike apo të privilegjuarve, por si t'ja ofrojmë të gjithëve. How do we offer this to every Albanian kid, right? Not just kids in Tirana, not just kids who are wealthy, not just kids who come from a privileged background, but how do we offer it to everybody? And the key was we had a program that we could prove that... Dhe çelësi ishte se ne kishim një program të vërtetuar dhe që mund ta zbatonin dhe duke punuar me qeverinë në këtë rast, patëm mundësinë ta përfshim në kurrikul. Kështu, sot programi u ofrohet 100% fëmijëve në vend, dhe në fakt asnjë tjetër vend në botë nuk ka sjellë shkallë depërtimi 100% të Junior Achievement. Pra, jo vetëm që e morëm programin dhe e sollëm në Shqipëri, por faktikisht e përmirësuam dhe tani përfaqësues të Junior Achievement vinë në Shqipëri, shohin çfarë kemi bërë dhe pyesin si e kemi arritur. E qartë, natyrisht që këto janë produkte dhe rezultate shumë të mira të cilat preken me dorë dhe shikohen, por që nga vitin 95 që ju keni ardhur, jemi vitin 2025, sa e vështirë është bësh filantropi në Shqipëri, me ato karakteristika që thatë. Ne ishim një vend sapo dal nga komunizmi në shumë aspekte vërtet primitiv. Nga ana tjetër një karakter për cilin do flasim pak më vonë, një karakter tipik, atipik ndoshta shpeshherë. Si ka mundësi që arrini dhe keni patur një sukses për 3 dekada në këtë vend? So, it's interesting. Philanthropy is a topic that's not well understood in a lot. Faktikisht, filantropia është temë që nuk kuptohet mirë në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri. Kuptohet më qartë në Shtetet e Bashkuara, por nuk kuptohet mirë në Evropë dhe nuk kuptohet mirë në Azi. Kjo ideja që njerëzit japin para dhe nuk presin asgjë në këmbim dhe nuk marrin gjë në këmbim nuk është koncept që kuptohet lehtë. Njerëzit thonë që po jep gjithë këto para në butrind për arsimin, por çfarë merr në këmbim? Dhe kur i përgjigjesh asgjë, ata thonë, po ndonjë gjë duhet ta marrësh. Dhe përgjigjja jonë është që marrim kënaqësi nga ndryshimi që kemi bërë dhe nga përmirësimi i vendit, sepse për këtë jemi këtu. Dhe kjo ide nuk kuptohet plotësisht këtu, por nuk është çështje shqiptare, shkon më tej. Nuk kuptohet plotësisht në Evropë apo në Azi. Edhe atje njerëzit po edukohen dhe po kuptojnë që tani ne jemi në biznesin dhe dhënies së paras. Kjo është puna jonë, normalisht që punën duam ta bëjmë mirë, duam ta bëjmë siç pyetët edhe ju. Për të arritur ndikim maksimal, duam ta masim punën në këtë mënyrë, por kjo është puna jonë dhe kthimi i investimit është ndryshimi që krijojmë. That's our business, right? Now we want to do it well, we want to do it, as your question was, to have maximum kind of impact, so we want to measure it in that kind of way, but that's our job, and the return on investment that we get is the change that we create.